besimtarëve dhe mos bëhen pengesë për ta kryer këtë ritual. Pra, çdo të thotë, në institucionet nuk i ka pengu askush që t'ju ofrojnë besimtarëve infrastrukturën. Në momente që nuk ka infrastrukturë, edhe Flamuri thotë që duhet ketë edhe një iniciativë personale, se ti duhet ruash veten njerëz se shteti jo gjithmonë të vjen tek dera e shtëpisë. Po vim pra, në momentin që ti në të vërtet e therr me vërtet e kasapi? Po patjetër. Ke kasapi, patjetër. Po tani unë kam parë që theret në shtëpi, jo tek ty. Flas se kam parë që theret njerëzit në shtëpi. Ka sa dush që theret në shtëpi, të Shqipërisë. Unë po të them, sepse nuk i mbulojnë sado, unë po do të them ty. Sepse realisht prani është apelim, për shembull, bashkit për Kurban Bajram, tu ofrojnë infrastrukturën, që do të thotë, disa thertore të licencume që kanë kapacitete, ti ofrojnë ati gradist veterinerët, ti ofrojnë, ti asistojnë besimtare, që ti kryen. Në momentin që nuk u ofrojnë asnjë shërbim, po vetëm mund t'i gjobizim se theri Kurbanin, kjo është absurditet. Pra, du të them, ne duhet që qasja tjetë, këta institucione të shërbejnë për t'ju ofru shërbimin besimtarve. Në momentin që u ofro shërbimin, dhe t'ju ofroj shërbimin të valetësosh, jo ti thuash për shembull, kam një pyetje, në këtë kurban, po se është e rëndësishme kjo. Zakonisht muslimanët han ushqimin halal, pra të kënduar. Edhe tek kur bëhet ky kurban duhet. Ajo çdo mish, sipas po themi legjislacionit islam, theret me emrin e Zotit. Me bismillah. Pra duhet që... Ajo duhet të gjithë. Si kurban, si jashtë kurbanit. Ajo përmendja emrin e Zotit, me emrin e Zotit që kryhet ky therja e çdo kafshë. Dhe kjo është në respekt të kafshëve. Pra aty. Por ajo që do ta... A është kushdo që e thotë që është mish halal, është në të vërtetë? Si e beson ti? Tani pikërisht për kot ka institucione të standardit halal. Ku dhe në Shqipëri është një institucion. Ku Biles Fondacion Jone ka mërë licencën për institucion, për standardizimin halal. Por, kjo ka hanë diskutim, po themi se sa monitoron. Nuk do përshje, po doja të të pyesja për informacion. Unë do t'ju sugjeroja të gjithë institucioneve është që besimtarve t'ja lehtësojnë këtë ritual, t'ja lehtësojnë duke ngrit infrastrukturën e duhur, jo për shembull një besimtar, ose po të them një rast absurd, për shembull në një fshat të Dibrës, nuk ka thertore të licencuar me Dibër, duhet jenë ta therrë në Lezhë. Po tani ai do... Nuk ka vërtet, Nuk e dia ka tani, po para ca vitesh nuk kishte.